Radio Kosovë, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Malizi, Kufi. Programi i përbashkët me zhvillimet që tejkalojnë kufinë shtetëror. Kufi. Përshëndetje të nderuar dëgjues të emisionit Pa Kufi që po na dëgjoni përmes valve të Radio Kosovës, Radio Tiranës, Radio Shkupit, Radio Malizi dhe përmes platformave tona në internet. Po takohemi përsëri 4 radiot publike për të shqyrtuar edhe një temë me interes të përbashkët. Sot kemi zgjedhur të flasim për një pyetje që do të përpiqemi të japim përgjigje me të ftuarit tanë. Apo kthehet vëmendja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka vendet e Ballkanit Perëndimor? Marrim si shkas takimin që u zhvillua në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku morën pjesë edhe përfaqësuesit e vendeve tona. Për të folur për këtë temë, unë kam ftuar në studion time Drizan Shalën, ekspert i sigurisë. Drizan, faleminderit shumë që erdhe në studion ton. Përshëndetje për ju dhe për dëgjuesit e Radio Kosovës dhe për bashkëbiseduesit në radiot rajonale ku flitet gjuha shqipe. Faleminderit shumë. Ju flas unë Mirvete Uga nga studio e Radio Kosovës dhe e dërgoj linjën time tani në Tiranë te kolegu im Jaho Margjeka, i ka të ftuar Ben Andonin, analist. Përshëndetje Jaho, më dëgjon? Përshëndetje Mirvete, përshëndetje për të ftuarin tuaj, për kolegët në studiot e tjera, në Shkup, në Podgoricë dhe për ata që janë në valen tonë të përbashkët sot në Pa Kufi, siç thatë edhe ju, për të diskutuar për temën që kemi parapar për ta trajtuar. Sot unë jam me Ben Andonin, analist këtu në studion e Radio Tiranës. Ben, faleminderit shumë që erdhe sot, si gjithmonë. Kontributi juaj në Pa Kufi është mëse i vlefshëm. Përshëndetje dhe është kënaqësi për të marrë pjesë në emisionin e përbashkët Pa Kufi. Jo thjesht për opinionet që ndajmë, por për mendimet që nxjerrim me njëri tjetrin dhe mbi gjitha që i shërbejmë çështës shqiptare. Faleminderit shumë. Mirvete, koleg? Faleminderit Jaho, falenderojmë shumë zotin Andoni që është sot me ne dhe kalojmë tani linjën tek Radio Shkupi me Medali Sufi, po më prejt atje me profesorin Demush Bajrami, besoj. Me Medali, më dëgjoni? Vetë dëgjojmë shumë mirë, përshëndesim të gjithë që janë duke na ndjekur aktualisht, siç potencove, i ftuari im për sot është dekani në Universitetin e Evropës Juglindore, Demush Bajrami, profesor, mirë se erdhe në Pa Kufi. Mirë se u gjeta ju dhe është kënaqësia ime në emision, ja që u ftova për shkak se kemi edhe njëriësi, domethënë kemi filluar në një platformë digjitale dhe me që ju në fillimet e tuaja kemi qenë gazetar, thash tashini pak të gëzohemi së bashku që dëgjojmë më mirë. Do me thënë tema interesant, shpresoj që edhe ne të jemi me interes për publikun që na ndjek. Faleminderit që çdo herë pozitivisht përgjigjesh. Në gjeografinë tonë arbëtare, kështu po them. Faleminderit. Mirëvetë. Atëherë falenderojmë edhe ne profesorin Bajrami dhe ju prezantoj po ashtu edhe kronikën e përgatitur në studion e Malit të Zi në Podgoricë nga kolegja jon Albana Kurti. Ajo ka bashkë biseduar me një ndër kolegët, me Bekim Çovën, gazetar lidhur me temën që kemi zgjedhur sot. Do të nisim bisedën këtu me Drizan Shalën, eksperti i sigurisë këtu në studion e Radio Kosovës. Drizan, apo kthehet vërtet vëmendja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejt vendeve të Ballkanit Perëndimor? Padyshim se po, për arsye të ndryshimeve të orientimit strategjik, sepse ne kemi parë zhvillimet që kanë karakterizuar që nga 2014 tutje, pra që nga aneksimi i Krimit nga ana e Rusisë, avancimet më të tjeshme në nivelin diplomatik për të përmbyllur një konflikt të atëhershme të filluar, ku më pastaj patëm edhe operacionin special të bërë nga ana e forcave ruse në drejtim të Ukrainës, ku si rezultat ndryshuan fuqitë evropiane mendimin dhe perceptimin sa i përket kërcënimeve reale dhe faktike. Gjatë kësaj periudhe që janë zhvilluar çështjet gjeopolitike, geostrategjike në nivelin botëror, ne patëm disa karakteristika në kontekstin e brendshëm rajonal po dhe të Kosovës, sa përket orientimeve politike strategjike, ku si përpasoj kemi një agresor i cili është fëmijë jon, i cili në mënyrë sistematike ka përfituar nga ndryshimet gjeopolitike geostrategjike për të avancuar industrinë ushtarake të saj të mbrojtjes, të cilën shpërfaqi me 20 shtator të muajit kaluar pra një paradë ndër të mëdha të zhvilluara me një shpërfaqje të një teknologjie të armatimit të re. Pra mesazhi i qartë që Evropa Juglindore, Ballkani Perëndimor
është para një shpërfaqet një konfliktit të armatosur në përmasa që deri më tani nuk është pa në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ne me vetë kemi biseduar në vazhdimsi edhe në përshtatje të tjera sepse Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali Zi do të jenë vetëm elemente të asoj kutise Pandorë që do të hapet në Republikën Srpska të Bosnjë e Hercegovinës, pra fokusi kryesor dhe zhvillimet që janë duke karakterizuar në atë drejtim, ku ne kemi tani më një vendim të gjykatës kushtetuese dhe supreme të shtetit të Bosnjës sa i përket çështjes së Dodikut, atë do të kemi zgjedhje të parakoshme në Republikën Srpska. Nuk janë lënë anash edhe shqyrtimi nga faktori evropian, po madje i fokusuar edhe administrata e re e presidentit Trump, i cili tani më sikur më parë duke parë koncentracionet dhe zhvillimet që duke ndodhur në sistemin global. Ne do shohim padyshim se gjatë vitit 2026 një intensitet më të shtuar amerikan mbi Ballkanin Perëndimor, është edhe investime strategjike që tani më planifikohen deri në 2030 të përmbyllen në Kosovë, Shqipëri dhe në Bullgari. Ka një qasje, ka ekonomia, po përpiqet SBA që përmes projekteve ekonomike të nxitë për një afërsi, për një bashkëpunim vendet e Ballkanit Perëndimor, qëllimisht për të mbrojtur këtë nga agresionet e mundshme? Ishte fillimi i mandatit të parë presidentit Trump, pra në mandatin e dytë duke parë evaluimet negative që kishin marrë në kontekstin rajonal dhe më gjerë. Atëherë Amerika tani është duke u fokusuar në dy drejtime, është drejtimi ekonomik që mbetet primat, kryesori disa procese, por njëkohësisht në kuadrin e konceptit NATO 2030, në aspektin doktrinar ushtarak, tani Amerika është fokusuar që të regionalizojë forcën e saj operacionale, sepse duke parë këtë garë të armatimi, duke parë këtë kërcënim real faktik, Amerika tani më ka pasur sikur më parë që pjesa e luftës hibride, dezinformimit, spionazhit, sabotazhit, që më janë permanente në pjesën e Bashkimit Evropian, nuk janë imun, as nuk mbeten imun as pjesa e Ballkanit Perëndimor, prandaj kjo gara ushtarake si protagonist i një inputit ekonomiko-politik, penzit padyshim që vendet që është Kosova, Shqipëria dhe Kroacia arrin marrëveshjen trilaterale, ku më pastaj edhe arrihet marrëveshja apo prakt marrëveshjes Shqipëri, Bullgari, ku sipas gjithasë dhe Bullgaria do t'i bashkohet kësaj marrëveshjes më parshme. Nikosisht kemi një avancim se përket edhe hyrjes së Slovenisë në këtë konceptin e regionalizimit të forcës operacionale ushtarake të NATO-s, sepse NATO-ja tani me fokusin e ka në pjesën e shtetit të Baltikut, në pjesën e vendeve të cilët tani më do të jenë sikur më parë para një konflikti të armatosur me forcat ruse. Është fokusuar në pjesën e mbështetjes më të tjeshme se përket lindjes së mesme, sepse aty është një vatër e krizës. Ka edhe informacione të caktuara se përket çështjes së Taiwanit, pra gjitha këto, duke parë dhe aspektin e një lufte që është tani në dyert të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, çështja e Meksikës, Venezuelës, e kanë nxit procese të caktuara që mendohet dhe vlerësohet që të ketë një ndryshim epokal, dhe këtë ndryshime padyshim e vënë në theks interesat strategjike. Ne kemi parë dialogimin strategjik që për fat të keq me Kosovën është pezulluar. Vendet e tjera do të flasim në pjesën e dytë më konkretisht për rastin e Kosovës. Si ndryshon çësia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor? Ka një ndryshim sa përket qëndrimeve dhe vizionit, sepse Bashkimi Evropian është më vrazhil në kuptimin e marrjes së vendimeve sa përket të armës dhe fatit të bashkimit vendeve të pretendente për të hyrë në Bashkimin Evropian. Pra bloku evropian sa përket inkorporimit të bllokut ballkanik tani më ka hasur në divergenca të caktuara, ka hasur edhe në pengesat të vazhdueshme, sepse pjesë të ndryshme të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë një luftë të brendshme sa përket edhe tentativas për të rikthyer konceptin e vjetër të viteve 90 në konceptin formal juridiko ushtarak të sigurisë, pra shkëputën nga koncepti i generalizimit të Bashkimit Evropian. Ndërsa në komparacion me të Shtetet e Bashkuara të Amerikës mendojnë ndryshe. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një fokus, një vizion më të thukët që për fat të keq spektri i gjerë shqiptar, pra i referohemi vendeve ku flitet dhe faktori shqiptar është vendimars në politikë bërje,
kanë keq kuptuar qëndrimet amerikane, kanë keq kuptuar që bashkimi dhe bashkëpunimi i vendeve fqinje me koncept kombëtar shqiptar duhet jetë qelsi ky që avancimet më të tjera të inkorporimit të ideve strategjike amerikane për të jetësuar në garantimin dhe ofrimin e sigurisë kolektive në vendeve Bashkimit Evropian, respektivisht përmes parafrimit të atij regionalizimit politiko formal o juridik ushtarak. Drizant, falenderoj shumë për këtë pjesë. Do të kalojmë linjën në Tiranë që të japim hapësirë edhe të ftuarve në 2 studio tjera dhe pastaj do kthehemi sërish këtu në studion e Radio Kosovës. Jaho, është rada për ju. Faleminderit Mirvete, faleminderit të ftuarit tuaj. Kthehemi në studion e Radio Tiranës me Ben Andonin. Ben, edhe unë do ta filloj bisedën me pyetjen e kolegës në Prishtinë. SBA apo i rikthehen Ballkanit Perëndimor dhe në teksti i kësaj pyetje është natyrisht a ishte larguar ndopak SBA-ja qasjes Ballkanit Perëndimor dhe si janë relacionet në opinionin tuaj duke pas parasysh edhe një takim të disa liderëve të Ballkanit Perëndimor përfshi 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor përfshi edhe Kroacinë ditë më parë në New York në kuadër të punjeve të sezonit të vjeshtës të OKB-s. Ku ishte prezente Shqipëria, natyrisht edhe presidenti i Kosovës Vjosa Osmani, pavarësisht se thuhet u bashkuar në pjesën e dytë takimit pasi kishte një agent takimesh dhe në një foto si të themi zyrtare nuk u pa në këtë takim. Në fakt, unë po nisem me një deduksion. Është e pamundur me atë vizion që ka ekipi Zotit Trump në mandatin e dytë të ketë një qasje kaq të afërt me rajonin tonë. Ne jemi gjithë sy e vesh në këto momente për shkak të zhvillimeve të jashtëzakonshme që po ndodhin në Ballkan, por rajoni jonë është gati një rajon i papërfillshëm për të themi për Europën dhe për më tepër. Të vetme rëndësi e bëjnë provokimet e Serbisë, e tha shumë mirë parafolsi për pjesën e paradës, që unë mendoj që parada më shumë u bë për shkak të tregimit të forcës në mjedisin e brendshëm dhe nga ana tjetër për treguar që enturazhi qeveritar i zotit Vučić është akoma i fuqishëm. Përsa përket Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më rezulton të paktën nga gjërat që lexojmë, nga gjërat që shikojmë, nga mënyra se si ato përfaqësohen në rajon, gati papërfillshëm e ne. Do gjykoj nga ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Pothuajse është zbehur krejtësisht, pa çka se e ngarkuara me punë, bën vizita dhe tjera, por pesha e dikushme e Shtetet Bashkuara të Amerikës ka rënë. Të njëjtën gjë shikoj edhe në Kosovë. Nëse forca e Amerikës do ishte, ju e dini, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me përfaqësinë e tyre, me dokumentacionin e tyre që nxjerrin nëpërmjet departamentit të shtetit dhe institucioneve të tjera, në një farë mënyrë paraqisnin autoritetin moral tonin politik, ku ne ngriheshim, ku ne pyesnim, tash as Tirana as Prishtina, më vjen keq ta them, po thuajse nuk e shikojnë fare këtë. Ju e dini, në 2 vendet tona respektive janë 2 personazhe, ndërsa zoti Kurti ka qenë gjithmonë më i ftohtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në Tiranë zoti Rama po bën çmos të ketë qasje, por interesi i tyre është gati i papërfillshëm për ne. Dhe ky është një shqetësim shumë i madh. E vetmja gjë që të themi neve na mban është përfaqësia e tyre ushtarake, të themi në Kosovë, është ajo përfaqësia e infrastrukturës që ka tek ne dhe kjo është ajo që mund të themi që ata kanë një lloj interesi, të themi deri diku. Por është jashtëzakonisht shqetësuese që mandati i dytë i zotit Trump po e transformon botën, po jo afër nesh. Tek ne po na lë autokratët dhe madje autokracia vetë e regjimit të zotit Trump po kthehet gati si simbol që po e ndjekin edhe individ të tjerë. Po të shikosh me kujdes transformimin që po merret gjithë administrata amerikane, gjykata supreme që ata po krijojnë, po tregon realisht që ata kanë filluar ta ndryshojnë botën krejt sipas interesave të tyre, por në hapësira
të jashtëzakonshme, hapësira që neve nuk na përfshin. Hapësira të mëdha. Por ajo që duhet t'ju them në këto momente është kjo. Shqipëria, fal lidhjes me Kosovën dhe me Kroacinë, kanë kuptuar atë që parafolsi e tha me të drejtë që neve jemi përpara të themi jo heshtjes serbe, jo vetëm atë ekspozimit të tyre të forcës, po të përgatitjes së tyre patjetër për të bërë Banjsk të dytë, po për të bërë dhe gjëra të tjera më të mëdha. Ka bërë përshtypje në orët e fundit shqetësimi shumë i mediave serbe për Radojčić. Radojčić jo vetëm nuk është penalizuar, jo vetëm nuk u ngrit akuza e famshme që do ngrihesh në dhjetor të vitit kaluar, por Radojčić tashmë po kthehet në problem për opinionin publik serb, sepse është krejtësisht në dorë të zotit Vučić dhe është ai mekanizmi që po përdoret si fenomen edhe ndaj shoqërisë civile dhe ndaj individëve. Në këtë sens po them që po të kishte realisht autoritet të Shtetet Bashkuara të Amerikës, këto sot nuk do ndodhen, ose do ndodhin në hije. Kurse vetëm mos harrojmë vetëm pak orë më përpara, zoti Vučić jo vetëm është ulur si barabart në samitin e Danimarkës, jo vetëm ka zhvilluar biseda sikur asgjë nuk ka ndodhur, por ajo që është më shqetësuese është që Bashkimi Evropian as nuk i kërkon llogari të paktën me mjedisin e brendshëm se çfarë ndodh atje. Dhe po të ishte kjo autoriteti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos për Kosovën, që ata janë kumbara e Kosovës, ata do ishin shumë më të kursyer. Po. Më vjen keq e fundit që dua të them, Serbia në ditët tona ka marrë krejt trashëgimin e ish Jugosllavisë duke shfrytzuar në mënyrë akoma dhe më të keqe të vendit udhëheqës të botës tretë. Kuptohet se në atë kohë ishte edhe India dhe Egjipti, po India është në relata krejt tjera dhe luan në hapësira gjeostrategjike që serbët as nuk afrohen dot, por të paktën në rajonin ton ata po luajnë me dy karige të famshme. Dhe ky është një shqetësim që neve duhet na bëj të shqetësohemi. Në miklojnë Serbinë. Të miklojnë. Dhe t'ju them dhe lajmin e fundit, në zoti Vučić ka të ngjarë që të vinë në Tiranë ditën e hënë. Sikur nuk ka ndodhur asgjë sepse bëhet takimi, bëhet samiti vendeve të Ballkanit, jugperëndimor me bankën e, në mos gaboj, jo të rindërtimit, po me bankën që është në qendër në Britani që flet për projekte të ardhme. Ndërkohë që jemi sot dhe Kosova ka mbikuris mazat shtrënguese, Kosova nuk ka asnjë lehtësi nga administrata e re amerikane, të paktën që mbasi hoqi fondet e institucionit tyre të madh të ndihmave që jepnin në gjithë botën, ata po thoj se nuk ndihen fare për problemet që ka Kosova. Këto i shikoj shqetësuese dhe ndaj mendim tjetër që Shtetet Bashkuara të Amerikës është gjithmonë më ftohtë me rajonin tonë. Po ky takim që ishte në New York që kryesonte zoti Grenell, dhe për cilën u tha që nuk u diskutua asgjë politike, por vetëm çështje ekonomike, ku konsistonte, përse ishte? Shikoni, takimet të tilla, nëse nuk kanë zyrtar të ekzekutivit dhe nëse nuk kanë ministrat e financave. Ishte ministri Thesarit në takim. Po nga Shqipëria nuk ishte. Nga Shqipëria ishte presidenti Begaj edhe zonja ministre e jashtme. Po ju them që nuk ishte njëri të financave, edhe nga institucionet e tjera, nga vendet e tjera, nuk ishte personazhe të ekzekutivit. Ata janë personazhet që merren me parat. Unë them që është një takim thjesht konsultativ, sepse formal. Absolutisht formal, edhe për faktin që zoti Grenell ka gjithmonë më pak rëndësi për ne, përveç se të themi që vazhdimisht duket sikur është sekser i bizneseve të zotit Trump me rajonin ton. Dhe këto më vjen keq se u them, janë realisht të frikshme, sepse Shqipëria po liron Sazanin, që është një nga objektet dhe një nga zonat tona gjeografike të sigurisë kombëtare parësore, po nga ana tjetër ti nuk shikon më, të themi, atë mendimin se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës do qasen në mandatin e dytë të zotit Trump. Zoti Trump nuk ka mbushur vitin e parë në fuqi
Dhe ne jemi gjithë sy e vesh se çfarë do ndodhi me rajonin tonë, çfarë do bëhet në të ardhmen. Për këto s'ka përgjigje. Pra vazhdon pikpyetja. Vazhdon. Po, faleminderit Ben. Profesor, koleg, Po, do doja të vazhdoj faleminderit argumentin e Tiranës, do më thënë, me që jemi në një udhkryq, nuk dihet nga do t'ja mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të doja që të kërkoj edhe, si të thuash, ndjes për disa referenca historike që ndoshta do të na japi një tablo më të gjerë se çfarë ndodh ajo. A ka interes të shtuar të Amerikës për Ballkanin apo është një largim, është një strategji? Duke respektuar gjithsesi mendimin e kolegëve paraprak që në mënyrë parentese radhiten shumë fakte të ndije aktualiteti që e bën të ftohtë të marrëdhënie, e bën sikur i relativizon gjërat në Ballkan. Megjithatë unë jam i prirë për të parë diçka këtu sepse ndoshta ky konteksti historik nuk duhet të na shkaluar. Dikush thotë mbetet histori, po nga aty fillojnë gjërat dhe pastaj zhvillohen tutje. Për shembull, ta kthejmë rolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor gjatë viteve. 1990 për shembull, ja disa data i kthejmë vëmendje kur kemi të bëjmë me ndërhyrjen amerikane në konfliktin e Ballkanit, për shembull në rastin konkret kemi Bosnjën, Kosovën dhe tash edhe disa çështje të cilat po ndodhin në këtë aktualitet, ndoshta pikërisht atje kanë atë nyjen ende të pasbërthyer përpjekjet për shembull që vazhdojnë për ta stabilizuar dhe sot Ballkanin nga aty nisin, do të thotë që pas shpërbërjes të ashtu quajturës Jugosllavi. Pastaj kemi marrëveshjet e ndryshme historike, për shembull marrëveshja e Daytonit 95, ku është një investim, një kapital i tërë amerikan që rezultoi edhe me intervenimin e NATO-s në Kosovë. Pra, këto janë shembujt kryesor të angazhimit amerikan, pastaj zhvillimet dhe kthimi i vëmendjes amerikane pavarësisht politikës globale, për shembull këto momentet e fundit, po ndoshta gjitha dekadat kanë qenë kështu, ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë përqendruara me tërë vëmendjen e tyre në rajone, për shembull si lindja e mesme, Nazi, Kinë, Rusia. Megjithatë, përkeqësimi i këtyre situatave në Ballkan shpesh herë kanë nxitur dhe unë prap shpresoj duke u kthyer kësaj historie në marrëdhënie ndërkombëtare se përsëri do t'ju kthehen Ballkanit. Roli i Rusisë dhe i Kinës duhet parë këto aktivitete, për shembull në Ballkan, që sot kemi një ndikim të madh ekonomik, prandaj nuk janë edhe krejt rastësishme këto takime që mbahen, sepse këto janë shqetësime të vërteta, janë shqetësime reale për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për të gjithë partnerët, do të thosha, evropian këtu. Pastaj ta kujtojmë një moment, ta kthejmë kështu administratën e Biden, për shembull, para se të vim tek administrata e zotit Trump. Kishte një angazhim, për shembull, për promovim, kështu thuheshte, të paktën demokracisë dhe të stabilitetit në Ballkanin Perëndimor, përgjithësi pra në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Mbeten pikat kryesore, unë e shoh pavarësisht asaj se kemi pasur edhe disa deklarata kohën e fundit edhe të administratës amerikane ku përsëri janë kthyer në përqendrim këtë vëmendje në fokus, domethënë Kosova dhe Serbia, përpjekje për të arritur një marrëveshje përfundimtare midis Kosovës dhe Serbisë. Mu më duket se janë dikun këto agenda të mëdha amerikane, sado që në këtë fotografinë e madhe na duket diçka krejtësisht ndryshe dhe krejtësisht tjetër. Mu më duket se kjo pikë e interesit e këtij vlimi Kosova dhe Serbia ka kjo diçka përtej asaj që ne ndoshta mund ta shohim tashi krejt bardhëzi. Edhe sepse pse janë në disa Kosovë u përmend mos po, jetë aspekti ekonomik determinant siç ishte marrëveshja e fundit në Washington të Trump 1 kur ishte dhe që pranuan, domethënë, por kishte në mjegull ajo, nuk puna e Kosovës vërtet parashije që të kishte investim amerikan në Kosovë, ndoshta dhe shkëmbim, nuk e di, por aspekti ekonomik determinant. Dhe kjo relativizon, si thua ato që nesër mund të ketë një diçka më të caruar në një luftë, konflikt në mes paleve. Ka disa mënyra, për shembull, dhe unë e shoh këtë se Amerika, pavarësisht kretave, po them që nuk duken në fotografinë e madhe, megjithatë ka diçka që e bën Amerikën gjithmonë, domethënë, të jetë në parandalimin e këtij ndikimi të jashtëm, sidomos për shembull për sa i përket interesave, për shembull, të kufizoj interesin e Rusisë, ndikimin e Rusisë pra dhe të Kinës në Ballkan. Ju e dini se këto përpjekje vazhdojnë.
këtu unë kam pa dhe shoh vazhdimisht emisarë ndryshëm, për shembull amerikan, që bëjnë përpjekje për nëpërmjet këtyre dërguarve special që të kenë një incizim të plot kësaj situate dhe shpresoj që edhe reagimet, sepse Kosova, Ballkani Perëndimor as guxon e as mund të jetë një përjashtim nga agjendat e mëdha, po them përsëri, të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mbështetja e NATO-s një përkushtim, për shembull atë që tha dhe kolegu, për të mbrojt, për shembull me praninë e vet në rajon, sidomos në Kosovë, është për të ruajtur këtë partneritet nëpërmjet Kosovës, ndoshta me vendet e Ballkanit. Profesor, kjo lufta në Izrael, sikur u bëni me dije botës se Kombet e Bashkuara nuk kanë ndonjë peshë, se NATO nuk ka ndonjë peshë për shkak mos përfilljes së rregullave dhe rendit ndërkombëtar. Dhe tash me drejt shrohet pyetja, Ballkani do të lihet kësaj radhe, domethënë në atë agjendën sekondare, jo primare. Primare është ndalja gjeostrategjie në monopolizëm ndërkombëtar në një multipolarizim, jo monopolizim e kundërta. Unë mendoj që shumë faktor të kenë fjalën e vet, marrëdhënie ndërkombëtare. Pikërisht këtu është puna, po megjithatë unë them se këto polarizime që janë politike dhe jo vetëm brenda vendeve të Ballkanit janë, ose pesha është aty e refuzimit, për shembull, nga disa aktorë, siç i shohim ne, për të pranuar ndërhyrjen amerikane këtu. Pastaj mund të jetë ndikimi i fuqive, për shembull, siç e përmendëm, Rusi, Kinë, kohën e fundit e shohim imponohet edhe Turqia në këtë skenë, të gjitha këto. Po unë mendoj se një Ballkan, për shembull, më integruar në Bashkimin Evropian dhe NATO, një përmirësim më i mirë i marrëdhënieve midis vendeve të rajonit, mbështetja për demokracinë, sundimin e ligjit e gjitha këto që ne optimiste megjithatë do ketë happy. Megjithatë unë po them se mund të shpresojmë disa epilogje pak më të mira, më pozitive kështu, jo që dua t'i marr me një pozitivizëm kaq të madh, po edhe me studentët kur i diskutojmë këtë gjëra, do të thotë unë pajtohem me pikpamjet realiste të këtij aktualiteti që është mbërthyes në hapësirat tona, që e tha zoti Andoni dhe atë që e kishte parafolsin në Kosovë, por megjithatë unë besoj se edhe çështja e Kosovës do të mbetet një çështje shumë e veçantë. Do të konsiderohet si e tillë, po them, dhe një nga më të mirat, për shembull, që mund të ketë pas SBA me ndonjë shtet në botë. Pra kjo marrëdhënie ka një bazat që e thash fillim të fortë historike, të ta quaja, dhe jo vetëm, pra edhe politike, edhe strategjike, e cila ka kaluar në për disa faza, pra mu më duket se testimi i historisë është bë, pavarësisht asaj se ne mund të kemi ngërçe momentale, për shembull, por ka disa aspekte cilat tha dhe moderatorja në Prishtinë, do t'i shtjellojmë pjesën e Kosovës, dhe unë mendoj që këtu do t'jepet një hapësirë më e madhe ndoshta për të folur krejt edhe për mbështetjen jo vetëm historike, po megjithatë unë jam i prirë kështu, sepse kur diskutoj marrëdhënie ndërkombëtare, nëse e kemi një gjysmë, për shembull sot atyre trendve që po ndodhin, kemi edhe një pjesë historike që nuk mund t'i shmangemi asaj. Kështu të paktën porosisti dikur Bzezhinski kur thoshte kujdes me Ukrainën në 94. Prandaj ndodhi ajo dhe kështu duhet parë gjërat, pra gjithmonë një prizëm, duhet një dioptri pak më ndryshe e këtyre gjërave. Përsëri po them, pajtoha me shumicën e asaj që u tha, po gjithmonë duke u nis nga kjo që ne mund të japim kundrimet tona, pikbështrimet tona nga disa aspekte. Pra unë këtë po mundohem. Faleminderit profesor, mirëvete. Faleminderit shumë profesor, faleminderit Mehmet Ali, dhe do të vazhdojmë bisedën këtu në studion e Radio Kosovës me Drizan Shalën, ekspert i sigurisë. Drizan, kjo pranie e fuqishme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nëse do të ishte një boshllëk e pranisë së fuqishme të SBA-s në Ballkan, e folëm edhe për dallimin e qasjes SBA-BE ndaj vendet të Ballkanit Perëndimor, kush do ta mbushte këtë boshllëk? Nga çka do rrezikohej Ballkani nëse SBA nuk do të ishte e pranishme këtu? Luftë. Jo konflikt, janë matosën, luftë. Në përmasa të gjëra, në mungesë të forcave amerikane në Ballkanin Perëndimor. Po flisni vetëm për Kosovën dhe Serbinë apo për vende tjera, ne vetojmë nga vendet anëtare të NATO-s. Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Malizi janë pjesë e NATO-s. Padyshim, po ju e vreni dekani i Universitetit në Shkup,
vren më së miri të ndryshimet politike dhe mundësisë një konfliktit me përmas artificiale i nxitur dhe më pastaj i shpërfaqur në forma të ndryshme është bukur real. Pra, Maqedonia e Veriut është në fazën apo në stazhin e viteve të 90-ta në kuptimin e politikë bërjes. Njëtën gjë e kije në pjesën e Podgoricës zyrtare, ku e sheni një malinje të prezencës ruse, jo serbe, por ruse në pjesën e vendimarrjes politike. Dhe Republikën Srpska s'po flasëm sepse për atë gjë e kemi të qartë. Ju vren një intensitet të shtuar të forcave serbe, qoftë në të zyrtare apo jo zyrtare, paramilitare apo kontraktor privator në forma ndryshme. Rreth kufirit, duke cenuar, madje duke prishur në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe hapësirën ajrore të Kosovës. Po kemi pasur fluturime të dronëve serb mbi. Pra, imagjinoni në një moment, në një situatë paradoksale ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do kishin më prezent në Republikën e Kosovës, sepse baza e bondstilit e ka një premis më të gjerë të ndikimit dhe reagimit. Baza amerikane në Kosovë shërben si bazë logjistike për forcat armatosura amerikane me impakt Evropë, Azi dhe pjesën afrikane. Baza amerikane në bondstil do të shndrohet në një miniaturë të bazës amerikane në Ramstein të Gjermanisë. Pra investimet ushtarake për fat të mirë të stabilitetit të mundshëm operacional politik në ballkonin perëndimor garantohet dhe suportohet vetëm me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Serbia këtë gjë e din, po tenton në çdo rrethon, në çdo mundësi, njëra nga postulatet e saj që ka shpërndarë në kuloarët e caktuara diplomatike, duke atymu Kosovën si shtet jo funksional vrazhil. Dhe gjitha elementet që ne i bëjmë, qofshin elementet ditore politike, mujore, 6 mujore, vjetore, e më gjërë, të një kauze të rreshme patriotike në format ndryshme të vendimarrjes, ndikojnë drejt për drejt në atharimin e raporteve dhe mundësisë e hapësirës për veprim dhe manovrim të institucioneve të Republikës Kosovës. Ju e vreni që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të prerë në çdo formë, në çdo rrethon, sa i përket zhvillimeve të mbrëmshme të Republikës Kosovës në vendimarrje për komunitetet të caktuara. Dhe si po i lexon leadershipi kosovar gjithë këto? Leadershipi kosovar në tanësinë e saj, pra pa u lëshuar në specifikacionet të leadershipeve të subjekteve politike, po në tanësinë e saj. Po në tanësi. Pra janë të papjekura në akseptimin dhe pranimin e mesazheve të qarta që dalin nga kërkesat eksplicite të Shtetit e Bashkuara të Amerikës, sepse ne kemi thënë me vete që Kosova është embrion i politikës amerikane. Gjë e ditur fare. Pra, duke ditur këtë rrugtim të Kosovës në formata të ndryshme periudhë të caktuara, qoftë në vitet e 80-ta, 90-ta, qoftë në vitet e pasqyrimit, konstituimit të institucioneve, shpalljes së pavarësisë, njohjes diplomatike nga shumë vende të ndikuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, forcimi, avancimi edhe në konceptin ushtarak të sigurisë, ngritjen e institucioneve të Kosovës në promisa ndërkombëtare të favorshme për Republikën e Kosovës, qoftë policisë, inteligjencës kosovare, ushtrisë së Kosovës, investimet që bëhen nga spektri amerikan, po nga politika amerikane, vjen në një moment ku leadershipi politik në Republikën e Kosovës, në tanësinë e saj, nuk e pranojnë dhe nuk e akceptojnë mesazhe që vinë të qarta, dhe kjo mund të na kushtoj, sepse ju vreni një politikë e cila ka rrëshitur nga konceptualizimi i interesave kosovare të shqiptarëve në tanësinë, drejt një stabiliteti më të tjeshëm, sepse tani më ku dihet që Gjurić është ministri i jashtëm i Serbisë, që de facto në Shtetet e Bashkuara të Amerikës hyn dhe del. Ishte përballë presidentës tonë. E njëjti Gjurić që dikur u tërhoq zvarr në rrugët e Prishtinës kur u arrestua nga policia e Kosovës? Pikërisht kjo dëshmon sepse ishte ambasador atje, kishte krijuar lidhjet e tija me aspektin e gjerë politik bërës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke krijuar lobime të caktuara, duke forcuar pozicionin e Serbisë në konceptet gjeostrategjike dhe gjeopolitike. Ju dini se Serbia që nga lufta e filluar në 2014 në Ukrainë, Rusi ka marrë një pozicion të një
neutralitetit në përmosa më të gjëra, por faktikisht shërben si një qendër operative për shërbimet. Ka luajtur me 2 kartat në fakt. Padyshim sepse në njërin anë mund të imagjinoni për audiencën edhe në Shqipëri, po edhe në Shkup, në Podgoricë, Serbia ka përfituar 800 milion euro investime sa i përket furnizimit të ushtrisë ukrainase, ndërsa paralelisht me atë ka stabilizuar industrinë ushtarake të saj, ku vetëm në 2026 në 2024 ka përvetësuar rreth 68% të kapaciteteve të saj nga këto fonde të krijoj rezistencën industrisë ushtarake të saj. Në 2025 do të jenë 70, 2026 do të jenë 80, pra kjo dëshmon faktin po një trajektorë të aktivitetit ushtarak dhe këtë gjë përbën në format ndryshme duke anatomuar në çdo formë zhvillime që karakterizohen dhe që de facto ja japin mundësinë apo kartën levë të politikës së Beogradit në pamundësinë të akseptimit të një politike orientuese drejt marrjes së vendimeve të qarta nga mesazhet që vijnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ne merrem me emrat e përvetshëm, që është gabimi më i madh i lidershipit politik bërës, sepse nëse ne krahasojmë lidershipin i cili ishte pashlirimit të Kosovës dhe lidershipin e tanishëm ka një diskrepancë zakonisht të madhe negative sa i përket pozicionimit të Kosovës në arena ndërkombëtare. Por Drizan, ju përmendet kronologjikisht bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kuptimin e mesazheve të SBA-s ndaj Kosovës që prej viteve të 80-te, quajtet edhe embrion Kosovën. Do të shkoja pak më larg të thosha se është foshnjë, se madje edhe lindjen e saj e ndihmoi vetë SBA. Si ka mundësi njerëz pa një eksperiencë politike, duke qenë të okupuar, duke u rritur, zhvilluar brenda një shteti që kishte okupuar territoret e Kosovës, të kenë kuptuar drejt mesazhet, ndërkohë që sot kemi një përvojë politike, kemi kaluar shumë sfida, kemi paguar shumë shtret me një çmim jashtëzakonisht të lartë dhe i kemi qenë bashkës të gjithë këtyre zhvillimeve. Si ka mundësi që sot si kuptojmë drejt mesazhet e SBA-s? Po flasim gjithmonë është interesi i sigurisë së Kosovës, jo për çështje politike që mund të na keq kuptoj dikush se janë interesa ditore, po flasim gjithnjë për çështjen e sigurisë së Kosovës, rrezikimi e sigurisë së Kosovës në këtë kohë kur bota po zihen. Është ndoshta shumë vizualisht tentoj ta përshkruaj dhe këtë dhe pastaj do të transmetojmë kronikën e Malit Zi ta mbyllim. Është çështja është e qartë sepse vizualizimi i problematikës në formën që Serbia potencova të një shteti të dështuar si referohet Kosovës si postulatin e saj në arenën ndërkombëtare, e ka arritur në papjekurin ton të pas shpallës së shtetit të Kosovës të pamborë në 2008. Pra ne aty gabuam. U egzaltuam pak, menduam që përfundoi gjithçka, po. Menduam, shpresuam dhe nuk vepruam konform interesave të matutjeshme të Republikës Kosovës në arenën ndërkombëtare, sepse shpresuam dhe menduam se Amerika do ta përmbyll këtë njohjen përmbyllse që ne jemi pjesë përbërëse e OKB-s. Dështuam në akseptimin e punës, të mos punës tonë, pra ne dështuam në mos punën tonë e cila de facto tani më frytet e saj, sepse mund të imagjinoni në aspektin strategjik afatet 5, 10, 15, 20 vjeç, do në aspektin e sigurisë janë vetëm një ditore. Pra në shoftë ne flasim në aspektin e sigurisë duhet 50, 100, 150, 200 vite. Atë ne mund të perceptojmë se janë kohra që përcaktojnë një strategji të mirë fillt të një shtetit. Pra, ne vepruam me mendje jo të ndezur, jo të dritur, vepruam me emocione të pakontrolluara që de facto po krijojnë regres në arenën ndërkombëtare, sepse ky regres përcakton çartazi të armën dhe fatën e Republikës së Kosovës si shtet i pavarur në rrugtimin e saj drejt integrimeve atlantike, sepse për mua është më rëndësishme të integrohem në Aleancën Atlantike, sepse fati BE-s nuk po dihet. Sepse BE-ja tani më është e qartë që është në luftën e saj të brendshme, është në forma të caktuara dhe ne nuk jemi të gatshëm. Por ne është më rëndësishme të jemi në NATO se sa. Neve është më rëndësishme ne të jemi në një marrëdhënie bilaterale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën e ka në aspektin ushtarak me Japoninë,
se sa të mendojmë dhe sillemi vardall poshtë larg pa kryer asnjë punë të detyrave tona si vijnë nga kërkesa amerikane. Drizan, do ta transmetojmë kronikën e përgatitur nga kolegja jonë në Podgoricë dhe pastaj nëse kemi kohë në fund, me që do kalojmë radhën edhe një herë në Tiranë dhe në Shkup. Albana Kurti sjell kronikën e përgatitur në Podgoricë në studion e Radios Malizi. Të nderuar ndëgjues, të nderuar koleg, ju përshëndesim të gjithëve nga studioja e Radios së Malit të Zi, ku do t'u bashkangjitemi në diskutimin mbi temën Ballkani Perëndimor në optikën e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në lidhje me këtë temë, në emisionin Pa Kufi, do të flasim me gazetarin dhe analistin Bekim Çoba. Përshëndetje Bekim, çka mund të themi? Si është situata aktuale në administratën Trump sa i përket politikës së jashtme? Çfarë qasje kanë ato? Duhet theksuar se administrata aktuale e presidentit Trump ka një qasje mjaft ndryshe ndaj politikës së jashtme, jo vetëm krahasuar me administratën me parshme të Biden, por edhe krahasuar me administratën e vet Trump në mandatin e parë nga viti 2016 dhe 2020. Në mandatin e parë u dukej se të paktën personat e cilët ishin të emëruar për të bërë politikën e jashtme amerikane, për të çuar përpara agjendën, ishin më të kujdesshëm në deklaratat e tyre ndaj aleatëve dhe mesazhet që përcjellnin, dhe dukej se kishin më shumë përvojë në këtë drejtim. Kurse tani situata është mjaft ndryshe, jo vetëm presidenti Trump, i cili këtë gjë bënte edhe në mandatin e parë, por tashmë edhe zyrtarët e administratës që ai ka emëruar, duket se kanë një qasje kaotike ndaj mesazheve që përcjellin në politikën e jashtme, shpesh ndonjëherë edhe kontradiktore, mesazhe deklarative dhe veprime të cilët që i pasojnë që ndonjëherë nuk kanë një kohezion me të cilin jemi mësuar ta shohim agjendën e politikës së jashtme amerikane, dhe këtë gjë e kemi mund të vrejtur edhe në qasjen që ka pasur ndaj konfliktit në Gaza, ashtu edhe ndaj konfliktit në Ukrainë. Sa i përket Ballkanit Perëndimor, është e qartë se vëmendja e administratës amerikane në këtë moment nuk mund të jetë tërësisht e kthyer nga Ballkani Perëndimor, duke marrë parasysh se kemi dy konflikte që janë aktive, një në lindjen e mesme dhe një në Ukrainë, edhe që vëmendja e politikës së jashtme amerikane është në zgjidhjen e tyre. Trump në deklaratat e tij, si gjatë fushatës elektorale, ashtu edhe më vonë, ka pozicionuar veten si një person i cili është në gjendje që të sjellë paqen mes palëve në konflikt. Deri tani ai këtë nuk ka arritur dhe është e qartë që në një farë mënyrë është pak edhe i frustruar në këtë drejtim, dhe mendoj se në periudhën e ardhshme energjia më e madhe e administratës amerikane do të shkojë në zgjidhjen e këtyre konflikteve. Po cili do të jetë fati i Ballkanit Perëndimor? Ballkani Perëndimor mbetet për ta një zonë e cila është e qartë që duhet që mund të jetë problematike, por që për momentin nuk është prioritare, por që me siguri sapo të zgjidhen konfliktet në Ukrainë dhe Gaza, besoj se Ballkani Perëndimor do të jetë një ndër pikat më kyçe, sepse si në mandatin e parë, mendoj që edhe tani në mandatin e dytë, presidenti Trump do të tentojë që të sjellë një zgjidhje të qëndrueshme mes Kosovës dhe të problemeve mes Kosovës dhe Serbisë. Ai këtë ka munduar ta sjellë edhe në mandatin e parë. Mendoj se do ta bëjnë të njëjtën gjë edhe në mandatin e dytë. Edhe një pyetje të fundit. A mund të presin qetësim të tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë? Si mund ta menaxhojë Amerika këtë situatë? Ndoshta për mendimin tim do të jetë një dallim më i madh, është se kjo administrat ka siç e përmendëm më herët, ka një qasje krejt ndryshe diplomatike nga administratat e mëparshme, dhe diplomatët e Ballkanit Perëndimor, sidomos të Kosovës dhe Serbisë, do të duhet të jenë mjaft të kujdesshëm
në mënyrë që të mos nxisin kundër përgjigje, ndoshta që mund të duken konfuze, por që mund të kenë edhe pasojat e veta nga diplomacia amerikane. Është vështirë në këtë moment për të bërë një parashikim se si mund të duken bisedimet tripalshe mes Washingtonit, Serbisë, Beogradit dhe Prishtinës, edhe cilat do të jetë përbërja këtyre delegacioneve, dhe si mund të jetë qasja e kësaj administrate për ta zgjidhur konfliktin ose të për ta zgjidhur problemin në Serbisë me Kosovën, por që me siguri që me përmendimin tim diplomatët Ballkanës, e sidomos diplomatët e këtyre dy vendeve, do të duhet të tregojnë një zotësi edhe një kujdes me të cilin ndoshta nuk janë mësuar në të kaluarën. Për ndryshe, rrezikojnë që në momente të caktuara të ndodhen përballë vështirësive me të cilat ato në periudhat e ardhshme nuk kanë pasur mundësi të hasin. Falenderoj Bekim që na solle këndvështrimin tënd mbi temën e përzgjedhur. Kolegë të nderuar dhe ju ndëgjues, ju dëshirojmë një fundjavë të këndshme. Nga Podgorica ju përshëndes unë Albana Kurti Zečević. Ishte pra kolegja Albana Kurti nga Podgorica në studion e Malit të Zi, ajo bashkë bisedoi me Bekim Çobën lidhur me temën e sotme. Kalojmë linjën te Jago Marxhi, ka dhe njerë Jago me dëgjon? Po. Do lidhemi përsëri me ju që tu lëm radhën tani për diskutim? Po, pa humbur kohë, do të vazhdoj bisedën me Ben Andonin këtu në Radio Tirana. Ben, kur flitet për sfidat e sigurisë, foli edhe kolegu juaj në Prishtinë, janë përcaktuar nga lufta në Ukrainë, paka shumë geopolitika klasike e ka dëmtuar atë rend ndërkombëtar të krijuar pas luftës së dytë botërore në këtë kontest. Edhe brështësia e paqes në Ballkanin Perëndimor kërkon vendime dhe veprime geopolitike dhe geostrategjike, sidomos nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. A është koha që Perëndimi të vendos kufirin e vet geopolitik në Ballkanin Perëndimor, ta mbrojë dhe të krijojë kushtet e një paqe të qëndrueshme? Çfarë hapash do të mund të ndërmerreshin dhe duhet të ndërmerren? Pyetja është shumë globale dhe për hir të vërtetës do më duheshin 25 minuta, po unë do mbyllem thjesht patjetër për të respektuar dhe kolegun nga Maqedonia, i cili duhet flasi. Gjendemi para disa fakteve dhe ju e dini që faktet i hedhin poshtë argumentat. Është postulati i famshëm latin që i ka mbietuar shekujve. Dhe këto fakte janë që ju e dini në javën e fundit Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka ndërprer dialogun strategjik me Kosovën. Dhe ne, për efekt të sigurisë, për efekt të kushteve dhe për efekt të rrezikut të cilin e ndjejmë, tashmë ndihet dihatja e makinës ushtarake serbe që e kemi shumë afër kufirit të Kosovës. Ne na duhet paktën që kjo ndihmë e mbetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po them e mbetur, sepse ata kanë kanonet e tyre të politikës jashtme, të paktën të finalizojë mbylljen e procesit të krijimit të ushtrisë së Kosovës. Dhe unë nuk dua të zgjatem ke pjesa kësaj, po do të them një element i cili duhet na shqetësoj, duhet na trandi. E dini që Kosova në momentin që po flasim ka ikjen më të madhe të banorëve të saj për frym popullsie sa gjithë Europa. Kush do e mbajë këtë ushtri të Kosovës? Dhe më thoni, kur vetë kosovarët nuk janë më të dhënë për mbrojtjen e vendit tyre, çfarë problemesh do kenë vendet e perëndimit që të afrohen në plane strategjike dhe tilla? Por ka një lajm të mirë, dhe lajmi i mirë është paktën që për sa i përket pjesës ekonomike, që pjesa ekonomike prevalon mbi elementet e tjerë, ekziston plani që vendet tona të futen si paketë në Bashkimin Evropian. Sepse në dim Shqipëria akoma s'ka mbyll procesin e hapjes kapitujve që i ka bërë në kohë rekord për shkak të modalitetit të ri. Ndërkohë që Serbia i ka hapur, ka mbyllur vetëm 6 dhe Malizi ka mbyllur 8 ose 9.
të futemi në Bashkimin Evropian dhe kjo do ishte të paktën një lloj lehtësimi dhe mbi gjitha një sens tjetër për të ardhmen. Por mos harroni diçka. Serbia edhe në OKB, zoti Vučić e rideklaroi që Kosova është pjesë e pandar e Serbisë. Ndërkohë, shikojmë në çdo moment që Bashkimi Evropian është gjithmonë jo i pandjeshëm, po është gjithmonë më i pafaqishëm. Jo, është i pafuqishëm për zonat tona. Mos është më mirë që NATO ta antarësojë Kosovën dhe Bosnjë Hercegovinën si garanci e sigurisë. Megjithëse Male do ta them me 1 minutë të lutem. 1 minutë dhe do e mbyll. Është shumë e vështirë të futesh në NATO kur nuk ke të definuar kufit. Dhe t'ju them një element, Kosova nuk ka definuar kufit me Shqipërinë. Llogaritë çfarë zyrtarësh kemi nga dy krahët. Si do e definoj kufirin me Serbinë? Dhe në NATO nuk hyn dot në qoftë se nuk definon kufit. Me Shqipërinë çfarë problem kemi? Nuk e di, duhet të pyesim zyrtarët të dyja vendeve. Nuk janë dhe mos t'ju duket për qeshur, sepse janë problemet e banorëve lokal. E kupton që janë probleme që prevalojnë mbi interesa të tjera. Dhe çfarë dua të them? Gjendemi përpara situatave ku shtetësia e Kosovës kërkon individ të cilët të kenë mendim, të cilët të mendojnë për fatin e vendit. Ju shikoni jemi sot e kësaj dite dhe ata nuk po përballen dot me problemin e madhor të konstituojnë parlamentin e tyre. Dhe më thoni tash si mund të afrohemi në planin strategjike kur anëtarë nuk mbyllin dot një plan lokal. Është ajo që ju kam thënë edhe tjetër dhe këtu do e përfundoj. Shqetësohem shumë sepse Kosova me këtë rrugë do ngelet një lloj Tajvani në Europë. Dhe ky lloj Tajvani po të kishte fatin e madh që ishte ekonomik, nuk do ishte keq për ne, por tjetë kështu kaq e varfër sa është Kosova është një problem për gjithë ne, për shqiptarët e Maqedonisë, për kosovarët mbi të gjitha e tjerë. Mbetet të urojmë më të mirën në të ardhmen. Faleminderit Benandoni. Koleg? Faleminderit shumë Benandoni. Do të kalojmë tek me medaliju në Shkup, minutat e fundit për profesorin Demosh. Po shkelim minutat e fundit. Ato anticipimet juaja sigurisht që u konfirmuan. Do të shtoni diçka sepse megjithatë themi, megjithatë u bëm si ato shkencarët me si toka po lëviz rreth diellit. Megjithatë interesi amerikan, sfida amerikane mbetet se si të ndalojë atë ekspansionin e madh ekonomik të Kinës dhe Ballkani është si thua një qosh aty që vetëm ka bërë problem si të neutralizoj këtë problem dhe si të arrihet në një marrëveshje historike mes Serbisë dhe Kosovës. Sepse pika më delikate është marrëdhëniet shqiptare-serbe shekullore, do thoshe. Mbetet aty çështja dhe për të vazhduar aty ku e lë bashkëbiseduesi, bashkëfolësi në Tiranë, është çështja përsëri e modaliteteve që do duhet krijuar për të bashkëpunuar, për shembull derisa nga 6 vendet e mbetura të Ballkanit Perëndimor, Maqedonia e Veriut, Shqipëri, Malizi, janë vende që tashmë janë të integruar në NATO, të përfshirë janë në NATO. Këtu kemi Serbinë për shembull dhe Bosnjë e Hercegovinën që janë pjesë e programit NATO-s Partneritet për Paqe, ndërsa Kosova mbetet jashtë kësaj kornize për shkak të asaj që e përmendi për shembull edhe zoti Andoni, po edhe kjo pjesa tjetër është sepse kemi një mosnjohje, pra është çështja e kufive, po edhe mosnjohja nga këto vende, për shembull nga disa vende që janë të Evropës dhe NATO, si Spanja, NATO, Spanja për shembull, Rumania, Greqia, Slovakia, domethënë këto mbeten janë çështje, pra si rezultat i krejt kësaj, domethënë leadershipit Kosovës i mbetet të bëj punën, një punë jashtëzakonisht e madhe, pak të refuzimet, pak të konsumin ditor tyre politikave tona që mund t'i bëjmë për interesa shumë meskine, do pastaj mund dëmtojnë dhe mund zvarrisin procese. Pra me këtë po them kemi një detyrim ndoshta që të mbështetemi në marrëveshjen dypalqe me këtë tjetër post me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me këtë do me thënë dialog strategjik dhe gjithçka tjetër që lidhet me
strategjinë geopolitikën, domethënë Ballkanit, që ne të vazhdojmë mbetemi epiqendra e kësaj gjëje këtu. Prandaj unë mendoj se kjo mund bëhet, këtë mund ta bëj leadershipi i Kosovës, paktën ajo çka mund të bëj është normalizimi i këtyre marrëdhënieve, do të thotë kjo marrëveshje dypalëshe është një diçka që nuk mund të vyshoj, nuk guxon të vyshoj, kjo është aspiratë shekullore e shqiptarëve. Amerika gjithmonë ka pas në agjendat e tyre këto punë të mëdha, për shembull të Kosovës dhe të interesit ballkanik nëpërmjet Kosovës, sepse besnikëri historike, domethënë, dhe gjithçka tjetër që ka qenë misi, ka qenë me shqiptarët e Amerikës dhe e shqiptarëve me Amerikën. Pra vazhdojnë kështu të mendojnë edhe ekspertë ndryshëm të sigurisë me të cilët edhe unë ndaj mendimin, rreth asaj që e përmendje dhe bashkëfolësin Kosovë, sepse gjasat për shembull një sulmi ushtarak, sidomos konvencional, do thosha, nuk ka gjas ndodhëm të ndaj sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, pra janë gjasa kur fare minimaliste, po them, ose kur fare më mirë them, për shkak të pranisë eksportit, sepse aty drejt për drejt, domethënë është NATO, po dhe më shumë se NATO është Amerika, po e them këtu. Pra, lufta që po ndodh në Ukrainë, pra këto të gjitha i kam parasysh si mesazhet fundit që ishin edhe vetë shefit Rute në Kosovë, për shembull, pastaj gjitha ajo që po ndodh, tronditje e madhe në lindjen e mesme. Pra, kjo që e ka ndryshu këtë peizazh, do të thosha, të sigurisë, atëherë kërkon diçka. Me patjetër, domethënë, duhet rriten përpjekjet për një, do të thosha, transformim sa më të shpejt, edhe pse nuk e tha këtë Rute, pra përmendi dimensionin humanitar të asaj që e ka FSK-ja tani, unë jam i mendimit se megjithatë ka diçka në tekstet e krejt këtyre fjaleve që më shumë janë salloneske ndonjëherë kur fliten rrethana të aty për atyshme për të mos provoku tensione të tjera, megjithatë Kosova duhet të shkojë drejt fuqizimit, do të thosha transformimit. Janë dy në ushtria dhe aspekti ekonomik, po mirë vetë. Patjetër. Falenderojmë shumë profesor Demush. Domethënë e gjitha ajo që u tha në këtë emision, të gjitha studiot tona mund të konstatojmë, mund të dalim me një konkludim, edhe pse nuk varet nga ne, se siguria e shteteve të Ballkanit perëndimor dhe sidomos e Kosovës varet nga prania amerikane dhe eventualisht heqja dorë e SBA-s nga Ballkani do të përvente një rrezik të madh për rajonin. Shpresoj që kjo asnjëherë të mos ndodh dhe që politikanët tanë lexojnë drejt mesazhet e Departamentit Amerikan të Shtetit. Falenderojmë shumë mysafirët tanë në studio, Drizan Shala, ekspert i sigurisë, në Tiranë Ben Andoni, analist, në Shkup profesor Demush Bajrami dhe në Podgoricë Bekim Çoba. Faleminderit shumë kolegja Omar Xheka, Mehmet Ali Yusufi e Albana Kurti. Të nderuar dëgjues, miru dëgjofshim në emisionin tjetër me një temë tjetër. Mirë dëgjofshim në Tiranë.